është edicioni I lajmeve në TV2. Me ju në studio, Miribane Elezi. Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV2. Sa pëndoqët titujt kryesor të lajmeve, pas një bloku marketingu, për më shumë informacione, kthehemi me njerë në studio. Na ndiqni. Për 250 dinar marr kartel me 250 dinar mbushje mrena. Po. Plus 3 muaj ditë falas me kredi Albafon. Po e sakt. Plus pritash me kredi operator tjerë me ful pa kufi. Po. Çka të ful? Edhe këta. Shpoko, asi gryca. E kjo? Shikoje. Edhe ai nuk e deshi gryesën dhe ju ngjit telefonin në fytyrë. M'falni, kur është të bëra shpaklla, mendoj gryesa për internet se mund gjit telefonin në dorë. Kujdes, thirrje pa kufi, aktivizo pakot dhe fol sa të doj shpirti me të gjitha rrjetet. Kombino minuta, SMS dhe internet sa të kesh dëshirë. Fol Shqip, Albafon. Edhe në përshkollat e mesme të Gostivarit janë nxjerrur listat e provimit ekstern që u realizua në për të gjitha shkollat e mesme të Maqedonisë. Me këtë rast, drejtuesit e shkollave të mesme të Gostivarit shprehen të kënaqur me rezultatet e arritura, ndërkohë që deri sot nuk ka pasur asnjë ankesë. Në përshkollat e mesme të Maqedonisë tashmë janë publikuar rezultatet e testit ekstern, ndërsa nga e hëna deri të mërkurën, nxënësit do të kenë të drejtë ankese deri te komisioni shkollor në lidhje me pakënaqësitë apo dyshimet e tyre gjatë këtij testimi. Vendimi përfundimtar për pranimin e ankesave është në kompetencë të qendrës shtetërore për testim. Suksesi I nxënësve gjatë testimit ekstern në vitin përfundimtar të arsimit të mesëm në shkollat e mesme të komunës së Gostivarit për vitin shkollor 2013-2014 është avion. Në shkollën e mesme teknike e thonë se mesatari e rezultatit arritur është 2.42. Nuk ka ndonjë dallim të madh mes notave të mësimdhënësve dhe atyre të testimit ekstern. Deri më tani nuk kemi pranuar asnjë ankesë si nga ana e profesorëve ashtu edhe nga ana e nxënësve, edhe pse mundësia e ankimit do qëndrojë hapur edhe gjatë 3 ditëve të ardhshme dhe në momentin që mund të vinë në shprehje një gjë e tillë, ne jemi në gjendje që të rihapim testin dhe të shikojmë detajet e dyshimit të nxënësit që ka parashtruar ankesë, deklaroi Sabedin Sadiku, koordinatori I realizimit të testimit ekstern në shkollën e mesme teknike në Gostivar. Ky testim ka kaluar pa ndonjë vështirësi të theksuar edhe në shkollën e mesme ekonomike. Drejtori Kasam Kasami njofton se nota mesatare është 2.64. Nga gjithsejt 507 nxënës që u nënshtruan testimit ekstern, 63 u vlerësuan me nota të shkëlqyeshme, 50 me 4, 173 me notën 3, 121 me 2 dhe 55 me nota të dobta, deklaroi drejtori Kasam Kasami, duke shtuar se deri në momentin që konfirmoi këto të dhëna, nuk ishte pasur asnjë ankesë. Ai nënvizoi se 21 nxënës nuk janë nënshtruar as pak testimit ekstern, sepse atë ditë kanë munguar me arsye dhe se për ta do të organizohet një afat shtesë. Një rezultat më të lartë gjatë këtij lloji të testimit ka shënuar Gjimnasi I Gostivarit, ku nota mesatare ka arritur në 3.36. Kështu ka deklaruar drejtori I këtij institucioni edukativ arsimor, Xhezi Kamberi, I cili tha se nuk ishte pranuar ende asnjë lloj ankese. Numri I përgjithshëm I nxënësve të viteve përfundimtare të arsimit të mesëm në komunën e Gostivarit është 1076 nxënës dhe sipas të dhënave që I kemi prej shkollave të mesme, një numër shumë I vogël nuk kanë marrë pjesë në testim. Pra këto nxënës do të testohen në sesionin plotësues. Përndryshe nota mesatare e testimit ekstern të maturantëve nga 96 shkolla të mesme në Maqedoni është 3.39, kumtoi të premten në konferencën për shtyp ministri dikasterial Spiro Ristovski. Pasi të kalojnë afatet për ankesa, Ministri I Arsimit dhe Shkencës do të caktoj datë për sesionin e radhës të testimit ekstern për nxënësit që kanë munguar me arsye nga testimi më 22 apo 24 janar.
Ai kumtoi se për shkak të zgjedhjeve të shpallura presidenciale, anulohen pagat e paralajmëruara për 15% më të vogla apo më të mëdha për në janar për mësimdhënësit me rezultate më të mira apo më të dobta të testimit ekstern të vitit të kaluar shkollor. Anulimi është bërë në bazë të vendimit që Ministria e Arsimit dhe Shkencës e ka marrë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe do të vlejë deri në përfundimin e zgjedhjeve. Projekti për ndërtimin e një gyp ujësi për fshatrat Çegran dhe Forin është shumë afër realizimit. Vlera e projektit është 2.5 milion në franga zvicrane, kurse procedura e finalizimit pritet të përfundon shumë shpejt. Me formimin e komunitetit drejtues është hapur rruga për realizimin e projektit që parashen ndërtimin e një gypi ujësjellsi për fshatrat Çegran dhe Forin. Vlera e projektit është 2.5 milion franga zvicrane. Kontributi i Sekos është 2.314.000 franga dhe kontributi i komunës së Gostivarit është 260.000 franga zvicrane. Bëhet fjalë për një projekt që qeveria zvicrane e ka parapar të realizojë në periudhën 2013-2016. Projekti parashes zgjedhjen e një konsulanti zvicran i cili do të punojë për realizimin e master planit për sistemin për ujë për pije në Gostivar dhe ndërtimin e një rezervuari për ujë për mbi 2.000 metra kub ujë dhe në të ardhmen do të mund të rritet deri në 20.000 metra kub. Rezervuari do të ndërtohet në fshatin Vurtok në afërsi të stacionit të filtrimit i cili është në ndërtimin e sipër. Për këtë qëllim është realizuar edhe një takim në të cilën morën pjesë kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, si dhe përfaqësues të komunës, drejtori i ndërmarrjes publike komunale Mehmet Ali Xhaferi dhe përfaqësues të kësaj ndërmarrje, përfaqësues të Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, përfaqësues të Sekos, zyrës zvicrane për bashkëpunim, si dhe përfaqësues të kompanisë SGI Ingenier, shtëpia konsulative për realizim të projektit. Në këtë takim u pa progresi dhe puna gjatë realizimit të projektit, si dhe punët që pritet të realizohen në të ardhmen. Kryetari i komunitetit drejtues u zgjodh Bashkim Gjon Baliç, këshilltar në Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta tha se komuna është në shërbim të plot për realizim sa më të mirë dhe të suksesshëm të projektit dhe për çdo ngesje do të kenë ndihmën e komunës për tejkalimin e çdo problemi gjatë realizimit. Me mjetet e ngrumbulluara në kuadër të fushatës, së bashku për fëmijët e Siris, parashihet të blihen rreth 1460 pako bebesh për fëmijët sirian. Fushata ka filluar që nga 18 janari dhe në kuadër të saj janë organizuar njësër aktivitetesh në Gostivar, Shkup, Tetov, Kumanov, Kërçov dhe Struk, ndërsa është përmbyllur gjatë ditëve të vikendit në Shkup. Gjatë vikendit në Shkup u organizua darkë donatorësh në kuadër të fushatës së bashku për fëmijët e Siris. Darka në fjalë është aktiviteti qendror i kësaj fushate. Përveç darkës, mbrëmja u pasurua edhe me një program të shkurtër, gjatë të cilit u bë prezantimi të gjithë aktiviteteve të realizuara në kuadër të fushatës, si dhe ndihmat e grumbulluara në secilin aktivitet. Në darkë ishin të pranishëm mbi 400 mysafire të profileve të ndryshme. Fushata së bashku për fëmijët e Siris është ndërmarrë nga disa organizata dhe sektore grash me qëllim për grumbullimin e ndihmave financiare për fëmijët sirian. Fushata ka filluar që nga 18 janari dhe në kuadër të saj janë organizuar një sër aktivitetesh në Shkup, Tetov, Kumanov, Gostivar, Kërçov dhe Struk. Me mjetet e grumbulluara gjatë kësaj fushate, parashihet të blihen rreth 1460 pako bebesh për fëmijët sirian. Gjirollogaria e hapur enkas për këtë fushat do të jetë e hapur deri më 15 shkurt 2014. Stacioni policor në Gostivar ka realizuar një aksion kontrolli me qëllim të vendosjes së rregullit dhe qetësisë në komunikacion. Me këtë rast, nga gjithsej 23 automjete të kontrolluara, tek 15 raste kanë konstatuar shkelje ligjore dhe po as urdhëresa për pagesa të gjobave. Gjatë javës që kaloi, përfaqësues të stacionit policor në Gostivar, njësia për siguri në komunikacion rrugor, kanë realizuar një aksion kontrolli, me që rast u përfshin 23 automjete. Gjatë kontrollit u kapën 6 automjete me xhamat e arsuar me foli,
4 me regjistrim të skaduar dhe 5 që kanë drejtuar automjetin pa e kaluar testin e lejes për vozitje. Pra konkretisht janë hasur 15 raste të shkeljeve, për të cilat janë përgatitur po aq urdhresa për pagesë. Krahas kësaj është konstatuar edhe një drejtues automjeti i cili nuk e ka poseduar me vete lejen për vozitje dhe një që ka biseduar me celular ndërkohë që ka drejtuar automjetin, të cilat po ashtu do të përballen me gjoba konform ligjit. Dënimi për vendosje të folive, për leje me afat të skaduar si dhe për drejtim të automjetit pa leje arrin vlerën prej 300 euro, për mosmbajtje të lejes 20 euro, si dhe për shfrytëzim të telefonit celular gjatë udhëtimit 45 euro. Kështu thon nga stacioni policor në Gostivar, nga ku paralajmërojnë se aktivitetet e kësaj natyre do të zhvillohen edhe gjatë periudhës në vijim. Kjo për arsye se personat e caktuar në regionin e Gostivarit edhe mëtej nuk i regjistrojnë veturat e tyre në kohë, ose qëndrojnë prapa timonit pa pasur leje për vozitje, por jo rrallë, ata harrojnë se e ndaluar ligjërisht është edhe biseda me celular, ndërkohë që drejtuesi i automjetit gjendet në komunikacion. E gjithë kjo sipas tyre bëhet për të evituar shkeljet e këtilla ligjore, por edhe për të siguruar një komunikacion rrugor më të sigurt për qytetarët, duke shmangur kështu edhe pasojat e mundshme që mund të vinë nëse nuk respektohen ndalesat në fjalë. Policia e Gostivarit ka marrë përsipër që të bëjë vëzhgimin, parandalimin dhe sanksionimin e të gjitha atyre personave të pandërgjegjshëm që dëmtojnë imazhin e qytetit, duke hedhur mbeturina në përhapësira publike, si dhe duke dëmtuar apo zhgaravitur fasadat e objekteve publike. Në qytetin e Gostivarit vazhdon të mbisundon një pasqyrë jo e mirë për sa i përket pastërtisë publike dhe pajisjeve urbane. Kjo për arsye se individët caktuar vazhdojnë të sillen në mënyrë të papërgjegjshme, duke hedhur mbeturina në përhapësira publike edhe kur kontenjerët qëndrojnë një hap afër tyre. Përfaqësues të sektorit policor në Gostivar kanë marrë përsipër që të bëjnë një vëzhgim të kësaj natyre në terren, me ç'rast kanë konstatuar se i madh është numri i personave që hedhin mbetje cigaresh, çamxhakiza, artikuj të vjetruar, letra të panevojshme e tjerë. Dhe kjo ndodh edhe përkundër faktit që tashmë një kohë të gjatë komuna ka vendosur kosha metalik në rrugët më të frekuentuara të qytetit që i dedikohen pikërisht këtij qëllimi. Krahas kësaj, gjatë orëve të mbrëmjes, jo rrallë mund të vëren persona të atill që shkruajnë grafite të ndryshme nëpër ndërtesa banimi, trafostacione dhe objekte të tjera që bien në sy, por ka edhe të atill që në mënyrë të qëllimshme shkaktojnë dëmtimin e mjeteve të ndryshme që janë vendosur në shërbim të qytetarëve, siç janë koshat për hedhurina, ulset në përparqe dhe vende publike, këndet e lojrave për fëmijë e tjerë. Për të parandaluar këtë sjellje destruktive të individëve të papërgjegjshëm, nga stacioni policor në Gostivar apelojnë tek qytetarët dhe në mënyrë të veçantë tek të rinjët që të jenë më të kujdesshëm në lidhje me sjelljen e keqe që po tregojnë ndaj çështjeve të lartë përmendura, sepse në të kundërtën do të vëzhgohen dhe do të kapen në vendngjarje. Ndërkaq gjoba për këtë vepër penale arrin nga 50 deri më 400 euro, varësisht nga karakteri i shkeljes së bërë dhe dëmit të shkaktuar. Sanksioni ligjore janë paraparë edhe për të gjithë ata të cilët i thënë dhe dëmtojnë objektet publike dhe gjësendet e tjera me interes publik, ku gjoba për këtë lloj shkelje arrin nga 100 deri më 400 euro, dhe kjo sipas nenit 27 të ligjit kundër shkeljeve të rendit dhe qetësisë publike. Stacioni policor në Gostivar gjatë ditëve të ardhshme do të përforcojë praninë e përfaqësuesve të vet në terren me qëllim që të ndiqen, parandalohen dhe sanksionohen të gjitha ata persona që do të guxojnë që shkeljet e lartë përmendura ti përsërisin edhe mëtej. Në forumin rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim në Gostivar, në vijimin e sipër është procesi për konsolidimin e radhëve në prag të kongresit në nivel nacional. Brenda një jave, aq sa ka zgjatur procesi i regjistrimeve, janë antarësuar 530 antar të rinj, shumica e tyre student dhe nxënës të shkollave të mesme. Ka përfunduar afati i parapar për antarësimet e reja në forumin rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim në Gostivar, nga atje njoftuan se brenda një jave, aq sa ka zgjatur procesi i regjistrimeve, janë antarësuar 530 antar të ri, shumica e tyre student dhe nxënës të shkollave të mesme. Edhe pse afati zyrtar ka përfunduar, nga forumi rinor i Bashkimit Demokratik për Integrim thonë se të rinjët e interesuar mund të drejtohen në zyrat praktike në Gostivar për të bërë antarësim. Ndërkohë, punohet në azhurnimin e të dhënave mbi antarësimet e reja. Antarësimet e tjera kanë qenë konform pritjeve të forumit rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim në Gostivar, të cilët paraprakisht kishin shpërndar 607 fleta antarësime në 33 këshilla vendor të teritorit të komunës së Gostivarit.
Me mbarimin e procesit të antarësimit, do të vijojë procesi zgjedhor brenda forumit rinor, i cili do të konkretizohet në kuventin zgjedhor të degës së Gostivarit, respektivisht Kongresit Qendror në nivel të shtetit, nga ku dhe do të del edhe kryesia e re dhe organet e tjera udhëheqëse. Edhe pse ndodhemi në mesin e stinës së dimrit, temperaturat që zotrojnë këtyre ditëve na përkujtojnë stinën e pranverës. Temperaturat e tilla do të vazhdojnë gjatë gjithë javës, madje për vikend do të kemi pranverë të vërtet me maksimum 18 gradë Celsius. Të hënën do të mbajmë mod kryesisht me diell me temperatura të mëngjesit prej -2 deri në 5 gradë, ndërsa më e larta e ditës do të sillet prej 9 deri në 16 gradë Celsius. Në Shkup dhe rrethin moti i ngjajshëm me minimum 2 gradë, ndërsa më e larta deri në 13 gradë. Të martën do të kemi vranësira mesatare dhe diell me maksimum 17 gradë. Të mërkurën do të kemi vranësira dhe rreshje lokale të shiut me maksimum 14 gradë. Të enjtën në orët e hershme të mëngjesit ndalen rreshjet e shiut dhe ulen vranësirat, ndërsa temperatura do të shënojë maksimum 15 gradë. Të premten kryesisht dita do të jetë me diell dhe me ngrohtë me maksimum 17 gradë Celsius, ndërsa për vikend do të kemi pranverë të vërtet. Temperaturat do të sillen maksimum 18 gradë. Partneri shqiptar në qeveri BDI po kërcënon me bojkot të zgjedhjeve presidenciale nëse nuk pranohet propozimi i tyre për kandidat konsensual, gjë për të cilën partneri Maqedonas VMRO DPMN deri më tani asnjëherë nuk u prononcua. BDI do të shqyrtoj bojkotimin e përhershëm të zgjedhjeve presidenciale. Partia është në pritje të përgjigjes përfundimtare nga VMRO DPMN. Në rast të refuzimit të propozimit, BDI shqyrton mundësinë e mos pjesëmarrjes në zgjedhje presidenciale, jo vetëm në këtë cikël, por edhe zgjedhjet e ardhshme presidenciale, derisa të arrihet formë që presidenti të shpreh vullnetin edhe të shqiptarëve, kanë thënë burime anonime partijake. Qëndrimet e këtilla nga partia Ahmetit pasojnë pas deklaratës së djeshme të numrit 1 të qeverisë Nikola Gruevski, i cili tha se nuk beson që shqiptarët mund të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale. Nënkryetari i RDK-s Artan Dika ka bërë sqarimet e tij lidhur me cenzusin sa u takon zgjedhjeve presidenciale. Kohëve të fundit në disa lajme është përmendur fakti se partitë maqedonase do të kenë vështirë të arrijnë pragun e daljes prej 40% në zgjedhjet presidenciale pa votuesit shqiptar. Por nëse partitë maqedonase pa votuesit shqiptar do të kenë vështirësi të arrijnë pragun e daljes prej 40% në zgjedhjet presidenciale, atëherë është e qartë se ato do ta kenë të pamundur të arrijnë pragun e daljes prej 50% siç ishte deri 5 vite më parë. Pyet Dika, nënkryetar i RDK-s. Kontesti për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë është një problem i çuditshëm, deklaroi shefi i diplomacisë serbe Ivan Mrkić. Ai shpreson se ky kontest do zgjidhet me ndihmën e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Ekzistojnë shumë gjëra të përfshira në këtë proces, se zgjidhja e tij do të ishte në më e mira për të gjithë, tha Mrkić për mediat greke. Mrkić ishte në vizitë në Athinë me rastin e një konference të organizuar nga Komisioni Evropian, në të cilat morën pjesë përfaqësues nga 8 vendet rajonale. Parakusht kryesor për këmbim më të madh tregtar dhe bashkëpunim ekonomik mes Maqedonisë dhe Shqipërisë është ndërtimi i infrastrukturës rrugore, me çka qeveritë e të dy vendeve duhet të bëjnë përpjekje të mëdha. Këtë e porositën në takimin e sotëm në Shkup përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Maqedonisë dhe Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, me delegacionin shumë antarësh të odave ekonomike, asociacioneve dhe shoqatave nga Shqipëria. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike Veriperëndimore Menderes Kuçi, këmbimi tregtar nuk i përgjigjet nivelit të lartë në marrëdhënie diplomatike dhe politike midis dy shteteve. Problem kryesor, theksoi, është infrastruktura. Përfaqësuesit e odave ekonomike shqiptare vlerësuan se nuk po investohet mjaftueshëm në ndërlidhjen rrugore midis dy shteteve. Seanca për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, gjendja e fundit e zhvillimeve rreth Universitetit të Prishtinës, si dhe kërkesa që Hoxha ia ka bërë Greqisë dhe Slovakisë në integrimet europiane, janë ngjarjet kryesore që shënojnë zhvillimet e fundit nga vendet e rajonit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të shqyrtojë sot në New York raportin mbi zhvillimet në Kosovë të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon,
i cili në observimet e tij nënvizoi se 2013 ishte një vit i progresit të konsiderueshëm politik, fal një leadershipi dhe zotimit të Prishtinës dhe Beogradi që kulmoi me marrëveshjen historike të 19 prillit. Kosova në këtë takim do të përfaqësohet nga kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa temat diskutimit dhe harmonizimeve do të jenë modalitetet e integrimit në fushën e drejtësisë në përputhje me përparimet e marrëveshjes së 19 prillit. Kuventi i Kosovës nesër vazhdon seancën e mbetur të javës së kaluar, ku pritet votimi i rekomandimeve të dala nga debati i javës së kaluar për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës. Kështu është vendosur në mbledhjen e kryesisë së kuvendit, ndërkohë opozita përveç vetëvendosjes aktualisht nuk shprehet e gatshme për të votuar rrëzimin e qeverisë. Ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxha gjatë vizitës në Bruksel është takuar me ministrin e jashtëm të Greqisë Evangelos Venizielos, si dhe me ministrin e jashtëm dhe çështjeve europiane të Slovakisë Miroslav Lajçak. Ai ka falendëruar të dy ministrat për mbështetjen e dhënë në hapjen e negociatave për Kosovën sa i takon MSA-s, si dhe ka theksuar se gjatë këtij viti duhet të ndodhë parafrimi i kësaj marrëveshje. Ai po ashtu ka kërkuar mbështetjen për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Raundi i dytë i bisedimeve për paqe në Siri, si dhe situata e fundit e tensionuar në Bosnjë, janë ndër zhvillimet kryesore nga bota, detajet e të cilave na i sjell bloku i lajmeve në vazhdim. Ti ndjekim. Raundi i dytë i bisedimeve të paqes mes qeverisë siriane dhe përfaqësuesve të opozitës do të rinisin sot në Gjenevë të Zvicrës. Raundi i parë përfundoi muajin e kaluar pa asnjë marrëveshje dhe të dyja palët lëshuan ofendime ndaj njëra tjetrës. Gjithsesi, dërguari i Kombeve të Bashkuara Lakhdar Brahimi pret parafrim të qeverisë me opozitën. Konflikti civil në Siri ka marrë jetën rreth 100.000 personave që kur ka nisur nga viti 2011. Gjithashtu 9.5 milion njerëz janë detyruar që të largohen nga shtëpitë e tyre, duke krijuar një krizë të madhe humanitare në vendet fqinje. Përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton konsideron se udhëheqja në Bosnjë-Hercegovinë duhet të ketë parasysh shqetësimet reale të njerëzve në këtë vend. Demonstruesit kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë për shkak të papunësisë pothuajse 40% dhe dyshimeve për korrupsion të përhapur. Catherine Ashton më tutje ka thënë se është shumë e rëndësishme që zgjidhja të gjendet në mënyrë politike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Sarajevo në një kumtesë tha se politikanët duhet i dëgjojnë protestuesit dhe autoritetet duhet ta ndalin dhunën. Vazhdojmë me një informacion nga kultura. Burhan Ahmeti, Xhezair Rexhepi dhe Afrim Spahiu kanë prezantuar shqiptarët e Maqedonisë në simpoziumin e artit botror të mbajtur këto ditë në Egjipt. Në simpoziumin e artit botror në Egjipt, shqiptarët e Maqedonisë u përfaqësuan me 3 artistë të artit figurativ. Fjala është për Burhan Ahmetin, Xhezair Rexhepin dhe Afrim Spahiu. Simpoziumi u organizua nga Bashkia e Hurgadës, Tarek Elmadi dhe përfaqësues nga Ministria e Turizmit dhe Kulturës së Egjiptit. Në simpozium morën pjesë 67 artistë nga 24 shtete anë mban botës, ndërta edhe artistë nga Shqipëria dhe Kosova, siç ishin Jana Dividi, Arif Lushi, Muhamet Ahmeti, Ardian Puleshi dhe Fatbardha Sulaj. Ky simpozium ndërkombëtar që u organizua në Old Palace Sal Hashesh të Hungandës në Egjipt ishte inspirim dhe entuziazëm për gjithë pjesëmarrësit shqiptar dhe të huajt. Unë u prezantova me 3 piktura në këtë simpozium dhe ky simpozium është shumë i rëndësishëm për mua dhe për vendin ton, për shkak se me të gjithë këta artistë pjesëmarrës nga shumë shtetet e botës në të ardhmen do të kemi lidhje për bashkëpunim në aktivitetet tona në fushën e artit figurativ. Ne me veprat tona bëjmë një përfaqësim dinjitos të artit ton dhe shtetit, deklaroi Xhezair Rexhepi. Në fund të ekspozitës organizatorët ndanë sertifikata për artistët pjesëmarrës. Në përkujdesjen e koordinatorit Yaser Geasa dhe korautorit Adnan Turan u prezantuan 2 nga veprat e artistëve nga mbar bota, të cilat mbetën si fond të ekspozitës së përbashkët të artit botror në Old Palace Sal
Hashesh të Hurghadës në Egjipt. Pas suksesit të madh që shënoi karateisti Berat Jakupi, i cili luftën e fundit në kategorinë e U21 e kurorzoi me medaljen e arit dhe titullin e kampionit të Evropës. Ai dëshmoi edhe një herë se është hero i ditëve tona dhe sportit shqiptar në përgjithësi. TVD ka bërë një përmbledhje të raporteve të mediave mbi fitoren e madhe të karateistit gostivaras Berat Jakupi, fitore që ka gëzuar çdo qytetar të Gostivarit dhe jo vetëm. Berat Jakupi sërish na zbardhi fytyrën. Me këtë titull, portali Zhurnal shkruan për fitoren e Jakupit. Portali tjetër në gjuhën shqipe, Portal, lajmi mbi fitoren e tij nis me titullin senzacional Berati kampion Evrope. Agjencia e lajmeve Yll Press lajmin e fillon me titullin Berat Jakupi për herë të katërt kampion Evrope. Gazeta Lajm në faqen e vet elektronike publikoi tekstin me titullin Kampioni mbetet kampion, Jakupi i art në Lisbon. Berat Jakupi mbetet kampion Evrope i karates. Me këtë titull Radio Vala shpalosi lajmin që erdhi nga Lisbona e Portugalisë. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet për ditën e sotme. Falënderit që ishit me ne, miru takofshim në edicionet e radhës. Deri atëherë, miru pafshim.